Selamu alaikum të nderuar miq e mikesha, motra e vlezër në Islam. Selamu alaikum. Vazhdojmë ati ku mbeta ose ku mbetëm. Kam folur për profetin e Zotit në Mekë, i cili e fillon misionin e tij dhe është i friksuar, kthehet në shtëpi, i thot gruas së tij Hatixhes fisnike që ta mbuloj, dhe me të sqaruar se çka i ka ndodhur, Hatixha e kupton se ai ka marrë ose është duke pranuar një mision fisnik nga Zoti i gjithësisë dhe e trimëron atë, dhe është e para që i beson dhe i thot: ti je aq besnik dhe aq i sinqert, ti je aq i pranuar në mesin e njerëzve, se nuk i ke bërë askuj zullum, se askuj nuk i ke hyrë ndër hak, ti je aq i drejt dhe i sinqert, sa që Zoti të paska zgjedhur për të dërguar të Allahu. Hatixha i beson pejgamberit të Zotit e para, e pas saj edhe Aliu i vogël. Kështu që profeti i Allahut del dhe i thirr familjarët e tij Mekasit në besimin në një Zot, në besimin ose në rikthimin, më mirë thonë, në besimin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, të babait të gjithë profetëve. Mirë po, zullumi shtohet aq shumë, rritet aq shumë, sa që profeti Allahut Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi te, detyrohet që me pak ata njerëz të cilët janë duke përkrahur, ta lëshoj qytetin e lindjes së tij Mekën dhe të shkoj apo të migroj, të shpërngulet për në Yathrib, që më vonë do e merr emrin Medina, qyteti i profetit. Me të ardhur në Medinë, profetin e Zotit e përkrahin një grup njerëzish, të cilët edhe e mbrojnë, të cilët edhe e mbështesin. Me kohën, profeti i Zotit fiton ose e merr atë njohjen e merituar nga medinezët dhe i vllazëron ata me njëri tjetrin, i pajton dhe e ndalon luftën mes fisëve. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme në atë kohë, sepse arabët e shekullit 7 janë luftuar deri në shfarosje fis me fis. Dhe këtë dukuri, profeti Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi te, e çrënjos edhe nga kultura, edhe nga përditshmëria e arabëve të shekullit të 7 në Mekë e në Medinë. Pejgamberi Allahut vazhdon ta pranoj shpalljen e Kuranit, sepse ajo zgjat diku 23 vite, dhe 10 vitet e fundit profeti i Zotit i kalon në Medinë. Në Medinë ai fillon edhe të aplikoj disa nga normat e të drejtës islame, disa rituale të cilët bëhen obligim për muslimanët, pra tek në Medinë, sepse në Mekë akoma nuk i kishin obligim, dhe ju këtë historiat e dini, për mos me humbur kohë, sepse unë dua të vi diku tjetër. Profeti Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam triumfalisht kthehet në Mekë. Ai e bën pelegrinazhin, pra e kryen haxhin e parë dhe të fundit të tij, kthehet me pasuesit, me itharët e tij në Medinë dhe Samurët. Pas një kohe, profeti Allahut vdes. Por ky trup fisnik akoma pa u varrosur. Kujdes, e kam thënë edhe në videot e tjera, po e përsëris. Akoma pa u varrosur trupi fisnik i profetit fisnik, i Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi te. Çka ndodh? Ajo për të cilën profeti Allahut ka pas më shumë frikë, ndodh përçarja, o të nderuar miq e mikesha, përçarja mesin e kuj, mesin e atyre bre që hoxhollarët nuk dëshirojnë t'u ja thuajnë në xhamia,
në mesin e atyre të cilët e pasuan, të cilët e shoqëruan që nga fillimi i misionit të tij. Nuk mundën të pajtohen për pasardhësin pas tij. Filluan përçarjet, filluan rrymat e ndryshme të krijohen në mesin e muslimanëve, që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite dhe me keqja. Çdo njëra prej këtyre rrymave, prej këtyre sekteve, prej këtyre methebeve pohon se është në të vërtetën absolute. Subhanallah, Zoti madhnu, të qofshim falë. Si ka mundësi që dikushi në tokë i krijuar, krijesë, të posedoj të vërtet absolute? Kjo nuk shkon, o njerëz. E vërteta absolute qëndron vetëm tek Allahu, te Zoti i gjithësisë, edhe dija absolute, edhe fuqia absolute, edhe krijimi absolut. Çka të doni është vetëm nën posedimin e Zotit të gjithësisë, e Zotit të botrave, e atij i cili krijoi gjithçka, i cili i krijoi të gjithë botrat. Vetëm ai, i lartësuar qoftë emri i tij, posedon të drejtën, posedon dijen, posedon fuqinë, posedon krijimin absolut, apo krijimtarinë absolute, askush tjetër. Allahu, Zoti i gjithësisë, neve na porosit në Kuranin famlar, në librin e tij eksplicit, në mënyrë të prerë, dhe na thot në surën numër 6, në ajetin 159, dhe me të vërtet, nëse ato, me të vërtet ato do të përçohen në sekte e methebe e grupe, por ti, o profeti, o i dërguari im, mos u brengos, se ti me ata nuk ke asgjë të përbashkët. Pse bre vëllezër e motra në Islam, Allahu na thot kështu në Kur'an? Dhe pse i thot profetit të tij, ti mos u brengos, o Muhammed? Ti nuk ke me ata asgjë të përbashkët. A e dini pse? Sepse profeti derisa ishte gjallë, ju tha dhe ju doli hakut muslimanëve, të cilët e ndëgjonin dhe shihnin për ditë. Ju tha, mos përçahuni pas vdekjes time, kapuni për librin tim dhe qëndroni të fortë. Mos e luftoni dhe mos përçahuni në sekte e methebe, mes njëri tjetrit. Çka ndodhi? Mu kjo ndodhi pas vdekjes së tij. Dhe në surën numër 3, në surën Ali Imran, në ajetin 103 dhe 105, përsëritet e njëjta gjë dhe Allahu na thot, ka puni, o ju besimtar, për litarin tim. E ka për qëllim Allahu subhanehu wa taala, librin e tij, fjalën e tij të shpallur në Kur'an, që ne si musliman të kapemi për fjalën e tij dhe të mos përçahemi në sekte. Por që ndodhi, ore, çka ka ndodhur? Shikoni në sa qindra sekte jemi të përçarë sot. Dhe në ajetin tjetër 105 në surën Ali Imran, Allahu e përsërit edhe një herë kërkesën e tij, vërejtjen e tij ndaj nesh, dhe na thot, mos u përçani si ata të cilët u përçan para jush. Edhe pse tani mo ju kishte ardhur e vërteta dhe e posedonin, e kishin në duart e tyre, e posedonin. Pra ne muslimanët, duke pas në dorë, duke poseduar fjalën e Allahut, Kur'anin famlar fisnik, që bën ata të parët, sahabit, u përçan akoma pa u varos. Trupi fisnik i të dërguarit të Allahut, ta dini këtë, duhet ta dini, mësojeni këtë, se përçamja në mesin e muslimanëve nuk ka filluar gjë, as par gjë, por ka filluar në momentin që i dërguari i Allahut ishte duke e dhënë shpirtin e tij fisnik, duke ja dorëzuar shpirtin e tij krijuesit fuqiplot. Në atë moment filloi përçamja, sepse grupi i sahabive ishin mbledhur të një shtëpie një sahabiu dhe diskutonin e kuvendonin, përlaheshin e bërtitnin, ulërinin dhe ishin në gjendje të luftojnë njëri tjetrin, ta vrasën bile njëri tjetrin, kush do të bëhej kalif
pas Muhamedit alayhi salatu wassalam, për derisa Ali ibn Abi Talib, pija e tij Fatime dhe të tjerët të familjes së profetit ishin të preokupuar me përgatitjen e kufomës së trupit fisnik të Resulullahut. Gjithçka tjetër çka ju thuhet është e pavërtet, është gënjesht të rrekulluar. Se gjoja kur du lejmi se profeti Allahut ka vdek, e nxori ai sahabia shpatën dhe tha: kush më thot se ka vdek Muhamedi, unë ja hek kokën. Masalli janë këta, pralla. Mu, qaj sahabia, e dini çka ka thonë? Kur kanë ardhur ta bëjnë ziaret profetin e Zotit dhe ai ka qenë jashtëzakonisht i sëmur. Dhe kërkon një laps dhe një fletë, një letër që të shkruaj, ose diçka që të mund të shkruaj. Po ky sahabi që thotë nxjerri shpatën dhe ja u hek kokën, mos më thuni se ka vdek Muhamedi. Çka thotë brenda në dhomë, në prezencën e profetit fisnik? Thotë mos i varni vesh këtij profetit se tani e kalon më mendja, ajo është në agoninë e vdekjes. Nuk ka më në këtë dynja. Subhanallah il azim, o ju njerëz, mos besoni be kështu be, në mënyrë çorazi. Lexoni. Kthehuni tek Kurani i Allahut. Dhe unë desha të përmbylli se profeti i Zotit na porositi që të mos përçahemi në grupe e methebe, sekte, por mu kjo ka ndodhur mu në momentin e vdekjes së tij. Prandaj, kthehu sa nuk të ka kaluar koha dhe mandati, dhe përqafoje fjalën e Allahut në Kuranin fisnik dhe mundohu të jetosh sa të mundesh sipas Kuranit, jo sipas hadisit, sepse hadiset i pandaluar profeti Allahut që të shkruen derisa ishte gjallë, dhe ata u shkruajtën 150 vjet pas vdekjes së tij. Trilluan e sajuan çka mos, me qëllim që t'i arsjetojnë apetitet e tyre pushtetare, politike, por jo fetare, jo hynore, ajo hynore, fetare, e pastër, absolute, është vetëm në Kuranin famëlar. Kthehu atje sa më shpejt. Lexoje, studioje fjalën e Allahut. Dhe wallahi, do ta jap mundësinë Allahut që ta kuptosh. Esselamu alaikum. Në qoftë se video e ime ju ka pëlqyer, atëherë bëjeni një like, abonohuni në kanalin tim, mos hezitoni. Unë do të mundohem edhe më të qetë të jem ashtu si jam, i thjesht, pa pompozitet, me një gjuhë të cilën mund të ma kuptojë çdo kush prej jush, me një stil i cili është i kapshëm dhe i kuptueshëm. E inshallah, unë edhe do të mësoj e do të përgatitem mirë më mirë edhe në të ardhmen, nëse ju më shkruani në komente se cila nga temat për Islamin, për Koranin, për profetin fisnik ju intereson, e unë do të mundohem të përgatis. Por, një gjë është e sigurt, dija absolute i takon vetëm Allahut, vetëm ai i di të gjitha. Wallahu alem. Miru pafshim në video të radhës. Esselamu alaikum.